Do ta them shqip, unë marr pensionin dhe pensionin tim janë çon djalin në Belgjik dhe gruas me të gruas jetoj këtu, se edhe në Belgjik nuk përballon dot, ka 2 fëmijë. A kupton? Pse pensionin tënd ja çon fëmijës në Belgjik? Po. Ku ja çon atje? Në Belgjik, po. Ua. Sinqerisht po të them. Juri. Po e zgjidhëm për pak fare. Çfarë është? Jo, zotnia është mik i joni, mik i piskut. Si jeni? Vetëm pak më këtej. Nga të kemi? Po, ku di unë ku jem? Jemi qenë në Tiranës. Po flasim, a ka korrupsion? Do me gjithë se ka jam? Jo, Shqipëri. Shqipëri. Po thot nuk më dhimbse më Shqipëria dhe ujin. A jo. Nuk këto mos e thuj. Ja. Jo. Se s'e nimoj dot. Mos a jo. Për këtë do të vi keq. Ja. S'kam fuqi. Për këtë të të vi keq. Nuk du të Që se ndihmon dot. Dëgjoj. I kemi të tërë fëmijët jashtë shtetit dhe na vjen keq që jetojmë pa ta. Dhe do ta them shqip, unë marr pensionin dhe pensionin tim janë çon djalin në Belgjik dhe gruas me të gruas jetoj këtu, se edhe në Belgjik nuk përballon dot, ka 2 fëmijë. A kupton? Bota sot ka krizë, është krizë, ë? Pse pensionin tënd ja çon fëmijës në Belgjik? Po. Ku ja çon atje? Në Belgjik, po. Ua. Sinqerisht po të them. Juri. Unë mu më E di pse, ka 2 fëmijë në shkollë, njëri filloi universitetin, tjetri mbaron gjimnazin, edhe më vjen keq. Po i del ky pensioni që keni ju aty që me Po nuk u del atë se apo jet. Po mos është i treguesi që keni pensione më të larta tani në Shqipëri. Një 3500 lekë që çoj unë. Aq sa merr gruaja? Po ti pse shkon atje? Ë? Pse shkon atje? Pse shkoj? Ata nuk po jetojnë, ata s'po jetojnë vetë atje të vëmë dhe neve. Po pse nuk kthehen o zotëri? Unë kam vajzën në Belgjik, në Toronto, që jeton si mbretëresh. Ku e ke? Në Toronto, Kanada. Në Kanada është që jeton si mbretëresh. Juri, atje ke vajzën. Po shko dhe ti atje. Shkoj unë. Unë kam. Shko dhe ti. Kush ka ndaluar? Po pse nuk kthen? As më ka ndaluar njëri. Unë 6 muaj eri këtu, 6 muaj shko atje. Atje hapi sala. Atje hapi sala rrugës. Kur jam atje më japin pension. Apo sala, atje hapi rrugën. Ti hapi rrugën sala thot. Po me një salë balë. Po sala hapi rrugën. Leri sala dhe balat. Bravo, s'kemi lidhje. Shqipëria. Zotëria ja ku ke ja, ktheu pak këtu me flamurin që ta shohim. E shefa pse shef? Unë ti Shqipëri. Ja këtu. Po. Unë ti. Pse ma këtu e ke? Këtu e kena ne. Ja. Unë ti më bëj Shqipëri. Unë ta deshti në 1960 më ka falur një rus një aparat të tillë. Një rus. Sa u prishëm me rusin? Inxhinier ka qenë. Ha? Inxhinier. Nga ishte? Edhe ishte bënte atë në radiacionin kjo ka sharit, po matan si quhet ai. Afër Durrësit. Edhe kur u prishëm neve, që u prishëm ai ishte i fundit qerri. Jo, se prisha jo. Në Thojza më? Në Thojza, po. Me ke i prishme, ma si i prishne. Si. Sa ka levërdis pazari, kine iku, se me bëhe. Me këna ka ra më mirë në gjithë periullën politike shqiptare ndër vite. Ne jemi të mirë vetë, që se cilit të tregojmë si duhet sillet me ne. Jemi të mirë vetë. Po që ti tregojmë të tjerë se si sillet me ne. Tin ka dialekti je nga ju, ti ku ka prendimi. Unë jam nga Frashi. Nga Frashi? Në Zavalani bile. Pa ndje mua atë. Në Zavalani bile. E di dhe atë, kom qenë aty unë. Ju i peshoni Malorës në fund. Malorës ju i peshoni në fund. Esën dhe ke malidajtë në fund, edhe i peshoni aty, edhe... Di shumë të ta peshosh para se njitesh? Kurse ne... Bravo e qoftë. Ne, i peshojmë majet. Kur vini i peshoni? Anë veriut, i peshojmë majet ne. Esi me vrape dhe shkem atje të kaparmiku. Për mu që jam djali i ri, ç'a kuptime shkan këto, ta peshosh para apo ta peshosh Ti nga je? Unë nga Lushnja. Themeli. A kupton të shi? Themeli edhe u ton, malet ti ke bërë. Si malet? Malet në Thojza. Na thonin na gjë, për ne neqës. Lushja është themeli. Por në rregull, kjo është tjetër gjë. Kur themi Lushja, kur peshon Myzeqeja pjesa nga shkumbini. Unë kam ne 3 vjet ushtar në Lushje, kapetan. Edhe kam kujtimin më të bukur të jetës. Në Lushje. Me familje të nderuara që kanë qenë në Lushje. Edhe që sot. Po më shpjegoni pak te. E di ku është ai? Sot është në Amerikë kryetari i shoqatës veteranëve të Amerikës, shqiptarë të Amerikës. E merr vesh? Një nga më të nderuarit e asaj kohe. Po do ma thoni këtë pjesën e kësaj, kur peshon në fillim dhe kur
pushon në fund malore? Si? Ç'a kuptimi ka Ajo domethënë? ku pushon njeriu. Pushon atë dy ku pushon, ecën lodhet edhe ul ri. Po. Këtë ta tregoj unë. Pra, kush e pushon në fillim? Në jugu. Jugu i pushon dhe ndes një cigare në fund. Pushon. Që pushon ecën dhe pushon, pra. Në fund malores. Pra, e bë maloren edhe pushon. Jo, pa bë maloren. Pushon, merr fuqi edhe ik. E shikon sa mirë? Kurse ne malsorët, që unë jam nga Malësia atje, nga Malësia, diku, ka diku, kom lindur, ne i pushojmë majet. Pse i pushojmë majet ne? Që ta kapim ma shpejt. Je i lodhur atje të bombardohet tjetër kush, se je i lodhur, je këputur, nuk ikin ma. Është më zgjuar kjo që bëni ju se sa? Është ma zgjuar këta. Jo. Se këto janë ma zgjuar. Jugu Ma futën klapa. Mos je nga Shënjeri, mos je nga Shënjeri ti. Jo, mas jam ka Shënjeri. Ja thash. Unë jam edhe njëherë më larg se sa Shënjeri, po. Se unë në Shënjeri kam nisë jetën. 64 mësues i parë në Shënjeri. Ti ke qenë mësues, po. Po. Ki ai tuneli ai ujit që bie. Tunelin e kam kalu pa mbushur me ujë, kam kalu në këmbë. Patë. Vlla im ka qenë drejtori atyre tuneleve. Me Ramanankun. Me Ramanankun. Që gjithmonë profesorë si jep mesazhe, Unë kam pas babain aty. Si e ka emrin babai? Jo, se nuk e njeh, ka qenë punëtor babai. Si e ka pas emrin? Se nuk e njeh më. Punëtor më e njoh. Salivatën e njeh? Salivatën e njeh? Salivatën. Unë jam e atyre tuneleve. Nuk e di unë. Unë e njoh Salivatën, se kam qenë pioner, edhe kam shkuar tunel me tunel, tunel me tunel. Kam shkuar postën me makinën e Ramanankut. Edhe vazhdoj e shkollën këtu 10 koriku. 51, 53, di çdo më thënë apo? Shikon. Ky ka qenë pallati më i lartë, janë verozha, ka janë ky turizëm. Djallin që e bën këta këtu po. Turizmi. Ata e bën gabim që e prishin. Ky ka qenë. Ata sa kishin bërë në një vend tjetër po jo atje. Jo nuk e prish, këtu akoma. Jo atje. Këte kanë bërë krahasimin zhvillimin atëherës me zhvillimin sot. Më mirë ky zhvillim apo zhvillimi që keni pasur diku më parë që ka pasur uzina, tunele, fabrika? Ai ishte zhvillim. Se ishte zhvillim për tërë popullin. Kurse tani ka zhvillim vetëm për pasanikët. Po ç'më ne bën? A? Ç'më ne bën? Ç'a thuam? O s'kam pasuri, s'kam më bën. Po më kush më i pasur? Duhet barazi. Baraziska. S'ka barazi, është shumë keq. Sa parlamenti, një pjesë. Janë da dysh ato. Një pjesë janë djathtë, një pjesë majt. Han kokat. Ato janë kokat majt, ato janë majt gjithë. Po problemi është janë da. Sikur të bëjnë popullin budalla. Po popullin më zgjuar. Që duhet të jenë opozitar. Që duhet të jenë opozitar, duhet të jenë as diskutohet. Opozitar. Të thë, mua. Nuk e di çfarë të linjeti. Unë sot jam 90 vjeçar. Jam më i vogël. Pra. Një gjë mua. Populli është as i zgjuar saqi nuk është nevojë. Populli e ka dhënë me dorën e tij, me gojën e tij, me firmën e tij ka dhënë 83 deputet. I ka dhënë populli. Të betojmë nuk ka vjet asnjë. Nuk ka vjet asnjë. As i vot nuk ka vjet. Por çfarë bajnë to? Bajnë sikur zihen. Edhe natë e mirë populli. E të rros pensionin. Nuk e di sa pension merr di. Ato me të vetën janë në rregull me skemën e tyre, punë është populli. Unë mor 11.000 lekë në ditë pension. S'mor ma. Në ditë? Në ditë. O marrë ke shumë? Po kaq mor, 11.000 lekë. Bravo. 11.000 lekë. Unë se maj mandë. 2.000 lekë janë kafe. 2.000 në ditë, në një vit, po në ditë. Për një ditë. 2.000 lekë janë kafe, se ma nuk thyet 100 lekë. Po marrë ke shumë pension. Po kaq mor, po jemi më mëshurë, po punon. Zëvendës kryeminist. Ko punon shtet gjithmonë. Pak shika, edhe tash 9.000 lekë dalin me fare di Rama që ka rrit pension. 9.000 lekë. Atë dalin ty më qof fëmijësh me këtë pension tim me 10.000 me 9.000 lekë në ditë. Se i kafe ta pi unë. Se ti thaj gjene të lumë 9.000 lekë pension ti. Bravo. Atë dalin ty. Mi qof fëmijësh atje me këtë pensionin që kam unë. Unë? Ti më thaj qoj fëmijësh. Po. A thaj ti? Po. Unë ha 2 herë në ditë buk. Të bëjmë mirë. Faleminderit. Se nuk kam, se kam qeto 3 edhe 4. Besoj se kishe për të dhënë një mesazh me librin Fabula Xhepi, lidhur me bisedën që po flisim. Jo. Fatmir Lamaj. Fabula Xhepi. Feriti. Mi ka dhuruar këto mua, kjo është aboneja, s'ka gjë. Po, se pjesë e fabulës është edhe ajo. Ja, fabula. Edhe shiko si nis. Ja.
që prej sheku shëron e thena, qenjë ujtë të pi 2 nëna. Pra nuk dini me të renë, përse lvilët janë bërë gjithë kopelë. Bravo. Po tash si t'ja bëjmë ne? Ka nisë me këtë, gjithë të libër të Tash si t'ja bëjmë? Faleminderit, jo, unë e pi kafe ke veteranët. Unë veteranët atje më për ditë. Jam përfaqësuesi 100 veteranë, pasus veteranë në Toronto. Organizata më e madhe në botë, jashtë shtetit. Ti qenge